Po miq, përshëndetje në gjithçka për makina. Jemi këtu me këtë super mjet dhe super S-Class 2022 vit prodhimi, motor 3000, 402 dhe mbi të gjitha e vetmja gjë që do ju thoja është që si ka mundësi jemi të vetmit të njerëz, jemi të vetmit që ne i çojmë makinat tona dom. Do t'ju them arsyeën pse. Makina ka djegur 2 herë turbon. Dhe ajo që më bën çudinë më të madhe nga të gjithë është që përveç djegjes së turbos, makina ju ka filluar një regjim vaj i gabuar, mendimi im i parë. Do thoni ju çfarë ndodhi. Nuk mund ta fillosh kurrë një motor me 530. Nuk ka kuptim. Nuk ka sens që kur fabrika ta rekomandon një 030 me 3 pakete 229, 31, 51 dhe 52 me 12 viskozitet motorik dhe me 190 indeks, që asë lloj vaj lubrifikant nuk ta përfaqëson dhe nuk ta mblon këtë lloj indeksi. Deri 178 deri në 183 është vaj më i mirë. Por rregulli bazë në vaj lubrifikant për ta mbajtur një makinë gjallë dhe gjithë jetën tonë ashtu siç e dëshirojmë ne është që këtë S-Classin për shembull do ta nxjerrësh në pension me 500.000 km deri te 030. Dhe kjo do konsumoj diku te 1 litër kur t'i vi koha për ta konsumuar. Dhe mbi të gjithë, çfarë do të them dhe çfarë do të vrej është që në radhën e parë është gabimi njerëzor, në radhën e dytë është gabimi në vajin lubrifikant. 2 herë turbo. Më ka djegur 2 herë turbon. Zgjidhja kush është? Makina ka diku te 142.000 km. Nuk është se ka shumë kilometra, do t'i hedhim një 030 në ndrimin tjetër, sepse tani është ke 3.000 km. Edhe do shikojmë, që i kam dhënë një super premtim, makina do djegi më turbo, apo jo? Edhe basti më i rëndë është që fillimi i një motori të ri fillon nga 0, nuk fillon kurrë me 5. Së dyti, sepse çdo vaj lubrifikant që trashet, thjesht do të lejë gjurmë në motor. Dhe një motor i ri nuk performon si duhet me 5-ën përpara. Edhe mbi të gjitha, nuk mund ta mbështesë një motor pa 3 paketa bazë që janë mbështetse, që nuk e lejnë njëra tjetrën as të humbin viskozitetin e vajt, as të humbin të bënë në vajt, dhe mbi të gjitha nuk e lejnë që të bëjnë gjën e gabuar që bëjnë. Ti hellim çdo makine vajin e gabuar dhe ne marrim pasojat. Zoti ju rujt gjithëve.